Kujt I vën përshtypje sot në Kosovë që shkelet kushtetuta? Pajtohem, unë ndëgjova edhe sepse... Po thëmë që është në rregull. Jo. Është shqetësuese shumë. Pajtohem. Sepse shoqëria me këtë mënyrë të sjelljes gati po heq dorë nga një konsenzus I madh mbi cilin funksionon shteti. Dhe kjo gjë lëkun themelet e unë këtu pres tash qartësim rit. Jo pse kushtetuta nuk do të ndryshohet, jo pse kushtetuta nuk ka nevojë të përplotësohet, por unë këtë drejtim pikërisht si isha duke elaboru pres një qartësim se çfarë pozicioni do të mbajnë partitë opozitare nëse sot nuk ka seancë. Cila opozitë? Ajo çfarë është? A do të pajtohet? Dëgjoj. Ajo opozitë, po nuk jo opozitë nominale në kuvend, apo? Po ndëgjova deklarata të zyrtarëve të PDK-s e tjerë që ky skenar paraqet përmbysje të rendit të kushtetues. Ky skenar I përgatitur sot nga lëvizja vetëvendosje për ta shmang apo për të mos eftuar seancën për votim të presidentit, paraqet përmbytje të rendit. Dhe çka duhet bëjë një opozitë kur është e vetëdijshme që si pasoj pushteti është përgatit që ta përmbysë rendin kushtetues në Kosovë. E kanë thënë edhe më herët Kosovë. Këtu duhet ta qartësoj rolin fituan disa lëndë në gjykatë kushtetuese. Atë fituari juridike mirë, po çfarë politikisht, si do të reagojë politikisht në mbase mbajnë në konferencë, në prononcim shkurt nga holi I kuvendit edhe atë kur gazetarët insistojnë. Dhe sepse nëse nuk ka reagime politike, nëse nuk ka reagime serioze politike nga opozita në raport me këtë temë, atëherë ne shohim edhe një gatishmëri të opozitës për ta braktisë detyrimin e saj për ta mbrojtur rendin kushtetues nga këto tendenca dhe orkestrime të pushtetit. Kjo është ajo që është më e rrezikshme pavarësisht fatit individual politik të personave për cilët biseduam deri më tani.